66 vjet burg do duhet të vuajnë anëtarët e dosjes Metamorfoza. Fjala është për ish shefin e krimeve Dedan Gjoni, që u shpall fajtor nga gjykata e posaçme dhe u dënua me 12 vjet heqëlirie për sigurim kushtesh për të vrarë, trafik droge dhe shpërdorim detyre. Të njëjtin fat patën edhe Besmir Murtati dhe Albert Prenga, që bashkëpunuan për të vrarë dy vëllezërit Edmond dhe Arben Nela. Secili prej tyre përfundimisht do të vuajë 8 vjet burg, duke përfituar nga gjykimi i shkurtuar. Motiv për të vrarë dy vëllezërit Nela ka qenë porosia e dhënë nga Ismail Zeneli, që donte të hakmerrej për vrasjen përpara syve të vëllait të tij në Angli. Zeneli po ashtu dënua me 15 vjet heqëlirie për dhënien e urdhrit të ekzekutimit të tyre, por që si përfundim do të qëndrojë në qeli për 10 vjet. Bujar Gërmizi, gjithashtu një bashkëpunëtor në këtë dosje, u dënua me 9 vite burg edhe për përkrahjet e autorit të krimit. Përfundimisht në aplikim të gjykimit të shkurtuar, ai do të vuajë 6 vjet burg. Ndërsa Adrian Cenaj nga 6 vjet që u dënua në 4, duke u ulur me 1/3 e dënimit. Grupi kriminal u godit pas dekodimit të aplikacionit Sky ECC. Gjykata ka ndarë nga ky proces edhe personat e tjerë që janë ende në kërkim, mes tyre djali Erzem Breçanit, Eralbi Breçani, Ervin Mata, Artan Sulejmani dhe Bajram Grabova.